Kthehemi në studion e magazinës Bonbon për të pas një bisedë të interesante. Kemi ardhur në një kohë ku secili sheqet kap suksesin vetëm. Por sot në studio kam 4 artistë të rinj, kam 4 djem shumë ambicioz që kanë gjetë një rrugdalje tjetër. Jo, nuk kanë shku vetë, po janë bë bashk për me pa një të ardhme shumë të mirë. Sot do të flasim pak rreth karrierës së tyre edhe planeve tyre të ardhshme dhe si është do të thotë që të bashkëpunosh për të arritur diçka. Në studio, ngjitur me mua kam Kron Grajçevcin. Kron, faleminderit që erdhe. Ngjitur me të ka vllain Jon Grajçevcin. Jon, faleminderit shumë. Kemi Lis Maqedoncin edhe Tion Hoxhën. Faleminderit shumë që jemi vënë sot bashkë për me diskutuar se si është që të jemi së bashku për me arrit diçka. Është kënaqësia jonë. Kron, po e nis me ty. Si u takuat për herë të parë dhe kush e solli atë idenë për me u bë bashkë? Na jena taku në shkollë fillore fillimisht, ku im kon klasën e me Lisin dhe me Tionin. Kurse Joni ka qenë njëtë në shkollë, po 2 vjetë ma i vogël edhe na ka përcjellë që është një atë në kohën, kë u ardhë me neve dhe kë u bo shok. Dhe me thonë, jashtë atë që u ka qenë vllau jam, u bo edhe shok me neve, kështu që jena rritë bashkë. Edhe këtu ka fillu ai takimi edhe ajo lidhja që e kena si grup, para se me fillu me bu muzikë, dhe me thonë. Do të e keni nisë, dhe me thonë, prej shkollës fillore edhe vazhdoj shoqëria. Çka ju boni me kuptu që mundeni me funksionu si një grup artistik? Po, të është të koha gotë që na kom bashkë edhe mënyra qysh njohëm njëri tjetrin edhe funksionojna, na ka bo ma të letë, se sa me kom për shembull veç vetë këtu punu. Unë besoj që kjo lidhja jonë që i kena na bën ma të letë me punu se sa me kon veç vetë të punu një muzikë ose një projekt. Kena kalu bashkë shumë situata, jena rritë dhe më thonë që tu i kalu si të mira, si të këshia bashkë edhe kena kriju një lidhje pak ma ndryshe me një tjetrin edhe për që ato kjo është arsyeja që na funksionojna shumë ma mirë bashkë se sa vetë. Kjo ka bo akoma ma të lidhën për me funksionu bashkë, tash me siguri ndani punë. Para se me janis, do të po kthehemi prapë të shoqëria, a keni pas përvojë në muzikë para se me u bo bashkë edhe me janis, a keni dashur pak të muzikën, a keni pas pasionet të përbashkëta? Liz? Muzika gjithë pejonës grupit, po folë gjithë u dashur, gjithë u analizu shumë a shumë se veç me mja lëshu një vesh muzikës. Edhe besoj që u kon plus për neve se kur kena fillu me muzikë, me kriju muzikë tonë, nuk unë shumë a letë. Për neve se paka shumë e kena ditë një tekst ose një emocion me përqu për mes muzikës, për të na u kon pak ma letë se jena mësu, jena rritë me muzikë. Jo vesh me hip-hop, me shumë dojë muzika. Na ka përcjellë të njëjtën, Përgjithësi që u kon me neve. Jena rritë me muzikë, po normal na ka vyt kohë deri sa e kena gjetë vetën edhe jena drejtu që edhe me prodhu muzikë, për pas që veç me konë dëgjues ose fan si muzikës, po që ajo zhvillimi, që ajo dashnia për muzikë, të fillu edhe për meje që do më onë mirëna me DJ që nja 6 vite dhe na ka rosë si grup me përcjell neja. Lloj zhonrët muzikës, kjo na ka zhvillu shumë që me orë deri te përfundimi si grup edhe me fillu me prodhu diçka tonë. Po nuk është e thjeshtë me qëllu krejt të një shijes të muzikës, që prej fillimit e keni pas shijen e njëjtë muzikës, do të thonë? Jo, po në zhvillim se cili për neve ka jepat shijen e vetë edhe u kriju shija e grupit. Edhe se cili e gjeti vetën. Kron, du mu këthy tek fillimi, a ishte e vështirë me gjetë emrin Toksikët? Ju përfaqësoni me këtë emrin e grupit Toksikët. Nga doli, nga erdhi ideja? Me gjetë nuk u konë e vështirë me morë guximin me përfaqësu emrin Toksik. Pse? Sepse shumë njerëz mendojnë që veç e kena zgjedhë sigur emër, po faktikisht ky emër vjen shumë më ti. Vjen prej një labelit Toksik para neve që e kam pos dojtë e mi dhe Tionit, që do më honë po folim për dikun para 15 vite, që kanë tentu me bu rap, hip-hop, edhe kanë njës një lloj karriere tyne, po fatkeqësisht në atë kohë nuk u konë si kur sot dhe nuk kanë mujtë me arrit një ondër, edhe na si fëmijë na frymzu shumë të jangu muzikat në YouTube edhe që tu ka linda jo ideja që kur i na rrit, kena thonë pse na mos me vazhdu një lloj misioni ose rrugtimi që ata nuk kanë mujtë me qu deri në fund dhe
tash na jena të përfaqësuar njëjtin emër edhe jena të e bu një sen që ata nuk Do të kanë. emrin Toksikët e ka një histori bajagit gjatë edhe krejt keni qenë një mendje për me vazhdu të tillë. Por esenca është që mu bu 4 veta bashkë se cili ka ato mangësit edhe ato plusat e vetë. Sot ndryshëm jeni si individ edhe qëshja keni dalë qëto dallime mi këthy në atë farfuqin për me qenë bashkë. Tjën? Po, qysha the edhe vetë, tash 4 persona, 4 pikpamje ndryshme, 4 perspektiva e kena ofru gjithmonë në çdo problem që e kena pasur se në çka do që jena përballë me të edhe e kena përmbush njëri tjetrin gjithmonë, ku ka pas nevojë. Fantastike. Çfarë doni me transmetu me anë të muzikës? Muzika jonë, që është vlerësohet për publikut, ajo është në vlerësim të publikut, më saktu, po na mundohem me përqu një mesazh artistik. Nuk jena për aty në artistat që jena hiq të me bo një zhurmë të shpejt, edhe me dollë, po e bojna e qesën pjesën tonë, në muzikë tonë, edhe ata njerës që e ndjenjë, që ka na dojna me pru, kanë me kuptu mesazhin. Do të thotë është një mision brenda, kjo le të mbetet tek publiku aja kupton apo jo. Diçka që me njëherë bjen sy, a e sheni si karrierë afatgjate do të thotë këtë rrugtim që e keni nisi Toksikët, apo është thjesht një eksperiment që po doni me e provu sepse a do të ecë apo jo? Kroni? Kjo rrugtimi joni, do më thonë, është një sen shumë afatgjat, por arsye që na synojna me mri një pikë ku me kriju një lloj arti që na del direkt prej shpirtit, e jo diçka nashta që është e shtyme me zërë ose e kufizume prej publikës ose tregut, ose na nuk dojna fort me u përzime qëto sene dhe kena zgjedh një rrugë ka gjatë gotë, jena të punu shumë ka dole për me bu një lloj muzike, një lloj arti që për një mena e kena mrena shpirtit. E bujna për qefi, e bujna me dashni edhe tentojna që me qu deri në fund që shto, dhe veç me përcjell një mesazh që bënë artin me zemër, edhe mos i le tjerët me të përzi, edhe bënë senin tënë, edhe që kjo është qëllimi jonë, shpresoj që e kena nisë mirë edhe besoj që ka me konë kogja afatgjate. Edhe ky rrugtimi për bashkët është duke shku dhe duke u zhvillu dita ditës. Por esenca është, cili është ai mesazhi kryesor që Toksikët me anë të muzikës së tyre dojnë me lënë një mesazh tek shqiptarët? Tjën? A dojna me lënë mesazhin që muzika ka nevojë për artist luck, se është vetë art. Edhe me një farë forme dojnë me bo maksimumin tonë që qatë art me jep si një pjesë për vetës, edhe me një mesazh masoj. është diçka forma e muzikës tonë që bojna në sy të disa njerëzve mundet mu qujt eksperimentale, ose diçka jo e bome. Po tashti kjo është sojna na taft me përqu qatë llojt muzikës të re, mi thonë, edhe so pranohet këtu të na. Po na punën tonë e kryna edhe mundoll nuk e kena njetë. Edhe një mesazh që kisha pas që qef me cek si do mos për të rit, se edhe na jena të ri, po na kena qef shumë i motivu artistat e ri, se dina çfarë rrugtimi kena pas veç deri që të madh. Domethënë nashta kur gjëna nuk kena bua lo, po e dina se u konë zërshme, mja dol vetë edhe me bu një sen që ti ki qef me bu. Është pak e zërshme, po na një mesazh tjetër që dojna me përqu të rritë është që bëne gjithmonë mundoh me bo atë ngjyrën tone, atë emocionin që te ke kalu tjetës tone, qite në muzikë, edhe thjesht më se le kërkën me ardhë me të ndru ty, jo të bënë që kjo, jo të bënë që kjo, jo. Kryohet e gjenerat me pop ma pjurë, se qëtë për i vetës direkt. Ka më thonë veç për trit, në nashta mesazhi maj madh që dojna me përqu është që trit me i motivu. Me bo atë që e dojnë në vetë vete. Del shumë ma pjurë. Emri Toksikëve ka fillu tash edhe po del në binat e mdhaja, festivalet e mdhaja të Kosovës, tash e kemi pas festivalin e fundit, ka qenë Birfesti, keni qenë pjesë e binës, ka qenë performance ma njëqme. Po, si e definoni suksesin si grup edhe qka do me thonë është kur ti e shetë të natë punë edhe ti në fundja del, do të thotë po paguhet gjitha jo punë, si e definoni suksesin tuaj? Suksesin si grup
nëse shumica e konsiderojnë suksesin si famë, pare, ose si figurë me të njohë njerëz, na se konsiderojnë, suksesi për neve është me make a statement, me lonë këgja një gjurë të madhe, sidomos në pjesën e hip-hopit shqiptare. Shumë thjesht, veç me përgju artist lak, tha të joni ma herët, veç artist lak, influencë e mirë po. Shumë posë qef që bas një kohë që dhe ma unë, kur të lojna, mës mu përmen si ma të fortit ose ma të famshmit, po mu përmen për do të ri që kam posë gudzim, me ndryshu diqka, edhe kam bo ato që ka ndosh deri në fund edhe mu njoftë si grup real, si grup për tokje. Diçka që kanë sjellë dhe diçka shumë produktive. Po, se cili person, se cili grup, se cila kauz në bas vetes e ka një idhull, e ka dikon që me të vërtet i pëlqen edhe i rrim për mas. A keni ndonjë kauz sociale që doni me ngrit përmes kësaj pozites edhe përmes muzikës që e bëni edhe e keni ndaj frymëzim? Tjen? Frymëzime sa dush, veç ku me anis, mas pare pej Lyrical Sun, kisha dash me anis. Për një prej shumë figurave që na mon aktiv edhe modest. Lyrikalli njihet edhe për modestinë edhe për muzikën e mirë. Si duket një ditë tipike e grupit që punon për me pru një produkt të ri, sidomos kohëve të fundit me aq sa dim, produktet të reja po vinë, muzikat të reja po dalin, këtë të diel me sa kemi marrë vesh, presim edhe albumin e ri. Jo, këtë diel me datën e së 9 është i pia, 3 skena, po? Gabimi im. Së është problem. Si është një ditë tipike e Toksikave? Dinamike, modë. Kroni? Na jena një grup për një met dinamik, edhe jena karaktere shumë ndryshme që shë përmenëm edhe ma heret, po kur vjen puna me prodhu diçka, na veç startojna, nuk është që na e menojna me bu, hajde pe bujna një qisi. Veç dikon, për neve është me rëndësi e nisëm një diçka. Provojna pak diçka tjoni, pak lisi, pak kone, bum, edhe del. Dhe më thonë, nuk është nëjë farë procesi që kena strekt, thjesht të shkojna të e motivu një tjetërin, të e frimzu një tjetërin, të dhon ideja edhe gjithmonë projektet më të mira. Që me dole edhe një produkt hala më Dolin që shto pak si rasti, po më fundolin shumë të qëllume. Kush i shkruan tekstet edhe qysh lindin çdo idetë për... Se idetë veç pedim që në kanë një rastësi, po kush merret me tekstet edhe me muzikën me gjitha? Me tekste, gjithë se cili shlujna pjesë tona, normal ka përjashtime kur kena me shkru naj muzikë ose back to back ose keme bo një lloj seti për me performu me një ven, atëherë pak ma ndryshe punojna bashkë se mi lidh emocionet shumë a shumë. Normal tematika kur t'jepët një ide, për shambull që pezo pe Kronxhi si producent me bo, mas pari foljum si grup për me nxirr një tematik. Qaj shkën që ati instrumentali? Problem aktuale se diçka që me konë një ngjyrë e kongës edhe pastaj se cili e krymë detyren e vetë. Normal me pjesë punojnë edhe bashkë një pjesë. Nuk i kena problemi një munje një tjetrit, nuk i kena këto komplekse. Si jena grup, jena një. Nuk shkojnë krejt ditat mirë, adin, vllazni me kohë nuk shkojnë ditat mirë. Po kur nuk jënë që ato ditë e mira, nuk jënë produktive, çka bëni? Ndrojna ambientin, mujna me dalë, mu inspiru, me shku dikën ku mujna me u frymzu, me dalë. Provojna ditën tjetër senin e njëjtë, se një emocion që e ke posë sot, nashta nesër e ki ma shumë, nashta e ki ma pak, po lufta për çdo artist është atë emocionin kur don me bo produktin ton mos me hup. Na si artista. Në qoftë nëse njëri për juve nuk është mirë emocionalisht, e lojmë për nesër dhe nesër e nisim. Ose këta 3 tjerë të... A ka një rregull që respektoni krejt, do me thonë që e dim që kur t'ja nisim me bo muzikë që të rregull e kemi edhe është një rregull i pa shkrum, po e dim krejt. Rregulli i pa shkrum në studion tonë është që kur vjen momenti me bo një produkt që qatë produkt ose projekt na e kena menu me shku dikon, që ato orët, kushtimet që i punohet që ai produkt respektohen. Do me thonë, nuk ka diçka aty s'lejohet me qitë për sistemit punës, për energjisë, për emocionit që ati projekti. Do me thonë qatë rarë që e caktoni. Na kena shumë regullat pa falta, po veç që na u kanë e kriju. Preshëshnis të ndaj bashkë. Shumë thjesht e rujna. Vjen me cek edhe kur vjen puna për një vokal me incizu një muzikë nëse lypët një not tjetër.
Normalisht. Ngohet. Që si absolute edhe kroni, dëgjoj. Veshte toksikit janë. Është që për një me apet, po këthejem që aty që e njom tepër mirë njëni tjetërin edhe dina saktësisht që shmerujt njëni tjetërin, që i vynë për shambull tionit me hi në atë zonën e krijimit edhe regulli është që veç e arrujna njëni tjetërit atë qëtësin edhe komfort zonën, që kjo është. Tion, a preferoni me punu natën apo ditën? Edhe pse? Natën gjithësysh, natën është vetë rrjedhshmëria e kreativitetit është shumë ma efektive. A kene arsye pse shumica e kongëve po bohën natën, dhe kur cekën se cilin intervjist del që muzikat janë bohën natën. Nata ma komode për me Kisha thonë është qëtësi edhe nuk të pengon kërkush. Edhe ko prej aty në artistave që si edhe na që merru me sene tjera, me punë tjera, me për shambull. gjatë ditës jemi obligime je i zonë, tani mas pas ditës e ki kohën e lirë mu merë me muzikë, mu merë me projekte të caktume që i ki edhe besoj që kur jena në studim natën është s'ki pengeca, ki ma lirë me punu ato që dënë. Nuk të pengon as telefoni, as kërkush, as ki... Shumë a qetë. Lisi për du me të pytë, pse bash muzika? Pse jo piktura, pse jo aktrimi, pse jo një profesion tjetër, pse bash muzikë? Për njerë që më njohin e din që po naj art tjetër, po për njerë që se din, unë pej i vogël 6 vjetë jëmë konë që e kom zgjedh një rokte me punu teknik i dhëmve dhe punoj si profesion edhe vetëmja arsye u konë veç pjesa e artit, veç pëse do është me kriju një art për me bo një punë. Edhe është art në vete, një farë skulpturën vete. Shumë art. Do të thotë edhe jashtë muzikës, do të thotë keni edhe punë tjera, edhe hobi tjera, po muzika vazhdon edhe mbetet bazike. Se cili për neve këto miret edhe me një dek tjetër që është art, na miremi edhe me marketing, do më thonë komplet fushën e marketingut e kena studiu shumë mirë, do më thonë komplet qka ko. Do të thotë një pjesë të konsiderueshme të punës për me kriju një muzikë e bëni vetë. Mos të thëmë krejt, Krejt jena më pejt zerës dhe 100, Do krejt. të thotë gati krejt konga do të thotë bëhet veç prej toksikave, do të thotë nuk ka produkt jashtëm ose nuk vjen dikush me ndihmë. Kjo tregon akoma akoma më shumë. Kena bashkëpunëtor, po prapë gjithë shka del prej pjesë e ne. jona, Po Absolutisht, dhe ata janë pjesë e toksikëve, por kur po vjen puna, produkti është krejt i pastër toksik. A ju ka rënë ndonjëherë mundje të keq kuptum në aspektin e muzikës? Po, shumë, ekstremisht shumë, se sidomos po folin këtë rast për vete, puna që kam edhe karrierën solo që mjena me muzikë elektronike, në Kosovë është pak, jena pak të pazhvillum në këtë aspekt, për arsye që kena tjetër kulturë, tjetër lloj muzikës edhe mu ka dosht shumë rrugë gotë që veç pak m'ja shpjegu që jëm të bu diçka të re, ose veç pak me mu pranu ky seni i jemi, po u konë rrugë tim edhe me rëndësishme që nuk jena dërzu. Edhe gjatë kësaj periudës që edhe si grup kena punu, se na seriozisht që kena ullë dhe kena thonë djemë për hina, është pishti viti, do më onë vetë 6 muj kena që jena orderi që të ku jena sëtë. Kena posë gjatë këti rëktimi shumë keq kuptime se cili ka posidete veta në fillim, u konë fillimi zëshëm. Se cili me idejat veta, me menime. Rana 6 muj dite mi prek skenat e festivaleve të Prishtinës është bagi punë e madhe. A ju ka ndodhë ndonjëherë me dyshun vetë vete, ose njëni tjetrin edhe qysh e keni kalu qëtë fasë? Për këto, po që qëto është e mira që jena grup, edhe në momentin që i ndodhë me personit kësten, njën 3 tjerë që e qojnë apet naqë. Po edhe kisha thonë që pej shumicës të që po ka pas ramja, ka pas shumë në muzikë, ketë në regull speciale kësha tek jonin, që e ka bo një super avancim muzikë, po foli para 4 vjetë, që ashtu diçka? Mund është me folë për ata avancim vepim, Kjo na këthem pak i pa besu shumë. Në kohë na këthem pak kur na për një me kena bo hip-hopin për qef, si do shuk që përshkrujna Keni bo bashkë edhe keni bo muzikë për qefin e Kena ju. bo hobi, u konë që faktikisht unë e më konë mas larkë të piket këtyne, edhe qa që më ka flejt një farë, s'pëdi, i noti me vetëm, pëse pe du shumë që këtë sem për më pëlqen, po pëse s'pëdi me bo.
E kum pos një pauzë që nuk i kum informu as këta, që unë jëm konë të punu një 6 muj ditë. Kena nëse kena që pauzë, për të Këta ka menu që... Me thonë tu shtru për me pru produkta koha më të mirë dhe me Edhe mas vëllu. asoj pauzës tem, një thonë, kër e kum thirë lisin, mja kalzu një tekstu si një reptur, 4 herë këmë thyrë instrumentalin. Pas ka qenë diçka tepër e ka mirë. vazhdu mas ati, është veç histori edhe është u potash. Me kalimin e kohës. Tion, qka ju frymëzon mas shumë ti për me vazhdu që të rrugë? Sa shumë nga ka mitë me bu, edhe kjo pibjen që kena bu pak deri tash, po pak me so kena qef me bu. Na frymëzon normal rrethi, familja, shoqënia, për kraja që e kena pas çdo moment prej që kena hi. Qaj. Edhe normal vetë dashnia për këtë industri është. Tek përkrahja po du me undalë, tek përkrahja e përgjithshme, pikujt e keni pas përkrahjen kryesore, edhe du me mundalë edhe tek një artist ndërkombëtar që e keni frymëzim, sepse për shqiptar po dihet që e keni Lurikallin veç se e përmendëm, por kënë e keni mbështetje kryesore edhe a e keni edhe një grup që me të vërtet flan në atë natyrën e toksikëve, nëse e shohim në aspektin ndërkombëtar. Nëse folet për aspekt ndërkombëtar, si grup që jena me kogja ngjyra ndryshme, kogja ndryshe për njëni tjetrit, po të njëjtën kohë bojna një ngjyrë kogja ndëgjueshme për vesh, kisha thonë mas shumë të na kish shku një bashkëpunimi mirë me migozat. Jam pak Faktikisht na për një me edhe vetë kështu shpesh e diskutojna si te munu me krahasu veten me tjerë. Me Kosovë s'po diskutohet, po për ndërkombëtar që po thua dhe për një me nuk mujna me gjetë një grup që është sikur na. Po, si frymëzim, si lifestyle, si grup që jena frymëzu shumë për i tyne, po janë migosat që e ceki lisi, tash dhe ata ja ka nisë pak mu do, po na shpresojmë që kena me... Shpresojmë që toksikat rrinë bashkë. Rrugtimi, edhe pse është vetëm 6 muaj, ka marrë hapa gjigant, nëse mundem me i qujtë tillë. Po, si është reagimi i publikut edhe apo ju ndihmon, apo ju ndikon? Reagimin më të madh për publikut që na ka rënë me po për këto 6 muaj që kena punu është në Beer Fest, ku e kena pas koncertin live performance. Aty emocionin që une si artist që kum performu e kum pas emocionin tem stage, apet ku mujt me po, qaj që atje poshtë që është të mangu kongën tem, punën tem, qysh pengon. Edhe është, për një artist është seni maj miri kur e shet sa do njerës që në konë aty, që peshijen, që ashtu që shpeshijojnë edhe na. Po përgjohet emocioni njëjtë. Beer Fest kena dosht pak edhe me testu aftësin tonë. Me rreziku, Me rreziku edhe kena vendos me knu live, një sen që jo shumë jenë të e bu momentalisht, si të mos të rritë nuk e di që dikush është të e bu, kena dosht diq me po, apo mujna me bu. Konë hera e por që na performujna live edhe... A unë djetë knaqën për performansës t'ju? Të ekstremisht shumë. A unë djetë rahat? Të krejt njerës që jenë konë aty dhe më thonë jenë konë shumë të mahnitën për neve dhe na vetë për vetës, apo kupten. Kështu që ajo konë është ajo përgjigja që kena pos nevoj me një edhe prej shtresës t'jashme, jo veç na me ditë që jena të e bu mirë, apo kupten. Na njojena. Pyetja më e madhe që na u ka bo para performancës është apo keni emocione. Edhe përgjigja jo nuk konë emocione kena, po Beer Fest është një hap shumë i vogël për çka ka me ardhur. Do të thotë rrugtimi vazhdon. E që të po du me ndërlidh, po du me pyet cilin do prej jush. Ku e shini veten pas 5 viteve dhe po doni me mrija? Keni vendosat pikën akoma? Shpresoj që nëse jo në moje, shumë nga të mojes. Edhe qëllimi jonë është gradualisht mu rritë, edhe me më rritë që aty ku do më thonë qefi jonë është më konë mas nolti, po shpresoj që veç deri 5 vjet i kena ku me mu njoftë si një grup që me të vërtet bjen produkt. Me të vërtet bjen. Kisha pas shef me cek, mas 5 vjetë kishën pas shef me konë frymëzimi i këtë artista aftëri që hinë muzikë. Në gjenerat aftëria që vinë, gjithë shka me po që merë gudzimin bëne, se... Me lonë gjurë. Se e kena po.
E kena bu, se kena vetë kërkon e kena bu. Mundësimin e përmendëm, me cilin artist kishit bo bashkëpunim nëse kishit pas që tash mundësin në dorë, një artist i madh, ja u jep mundësin për me bo një bashkëpunim, kush edhe pse? Po qysh me bo me njëna 4 veta. Okej, me një grup, Internacional, tond. tond. Shumë është të thjesht, besoj që me PINT kishëm pas qef me bu një bashkëpunim ose një Do këtë këshëm projekt. pasi noti me njëni tjetër. Shumë. Për i natit një tjetër. Edhe për shqiptarëve besoj që po mënej për trojeve shqiptare janë vetëmit pintat që kena kogja në gjashmëri me ta, edhe inspirohem shumë prej tyne. Për fund, sepse minutat na ka ikur prej dore, edhe regjia po mlemrën që ka ardhë momenti me përmbyll bisedën. Cili është një shembull që mundeni me marrë se rrugtimi juaj ka qenë i gjatë, është duke u pagu, sepse shoqëria ka qenë shumë e gjatë për me mbajtë që shoqëria është bajgi një rrugë, nuk janë vetëm 106 muaj. Çka doni për m'ju përçu trinjve? Tion? Që që thash edhe ka fillime, artist lak, flera muzikore, dona apet po thëmë fjallën e njëjtë, një pjesë tonën me jep për çdo pjesë artit që prodhojmë. Edhe shumë thjesht me lanë gjurëm edhe me a jep një të shtyme pak nevojshme kogja që kësaj industrie. Les? Mesazhi për trit që hinë, pra po thëmë najna tri, mesazhi është me bu një kombinim mes një tekstit shumë të mirë, mes një emocioni shumë të mirë, mes një qasje shumë të mirë me publik, me marrë trijat, jo mu vequ për diçka, me punu në trijat një artist i ri, për to edhe sa dhe vetë këroni ma herët, me bu bashkë qka dënë te, jo mu kufizu pëse dikush për bënë diçka të bëj edhe one. Me pru diçka Po qka produktonë. dush edhe kisha thonë për tri që edhe pse jena tri na për kërajën tonë kush dhe që hin pe trive ka maksimum. Modestia është në mënyrë. Dioni? Këtë sen që ku me thonë edhe ma herët, një mesazh që kom qef shumë trive me thonë është gjeje vetën, mos e gjej vetën të tjetër kush, edhe nëse beson punën tone, punë rreth qasoj se për një me veç punë është. Nuk ka këtu, asë njoni nuk jena perfekt, asë njoni nuk jena sot me dhez, ose nesër me dhez, është veç punë për kushtim, punë, fokus, edhe kime bo. Tashni për punë, punë për produkt. Del në dutimin. Kroni? Une kam veç pak ma shkurt për artistat e rinë, nëse për një me dërë muzikën, veç një fjallë 4 shonja veç puna. Këtë tjerat kanë me ardhë nëse ti për një me punën edhe e dënë. Njëti sen ka ndodhë dhe me neve, kështu që veç punëni edhe mos punalni. Djem, faleminderit shumë që gjetët kohë për marrë magazinën Bonbon për me diskutu rreth kësaj bashkimit për me pas, dhe me thonë, një të ardhme dhe një karierë për bashkët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.